A duhet të konsumojnë bulmet personat që vuajnë nga refluksi? Ja çfarë thonë ekspertët. Bulmeti dhe produktet e tij mund të jenë një nga zgjidhjet më të mira ushqyese për shumicën e njerëzve, por produktet e bulmetit mund të shkaktojnë probleme me refluksin gastroezofageal të disa njerëz. Bëhet fjala për një ndër sëmundjet më të shpeshta të ezofagut. Ai ka të bëjë me kthimin e sekrecioneve në stomak drejt ezofagut, duke shkaktuar më pas dëmtime të ndryshme, ulça në raste të rralla dhe probleme të rënda. Ekspertët thonë se ka disa ushqime që nxisin refluksin e acidit në stomak dhe identifikimi i tyre bën që të shmangni ato. Ushqimet e tjera që nxisin refluksin janë qepa, hudhra, mentja, kafeja, çokolladat me yndyrë, ushqimet pikante, ushqimet e skuqura. Gjithashtu njerëzit që vuajnë nga intoleranca e laktozës kanë vështirësi në tretjen e kësaj substance, ndaj duhet të evitojnë edhe produktet e bulmetit, për të evituar kështu edhe komplikacionet në dëm të organizmit të tyre.